e Vlorës në Voselet tjerë, ku është problem vjosa tani, dhe kalojmë me Xhemil Beharajn, po në situatën e vjosës, po nga ana tjetër tani nga ana e Fierit, vjosa ndan Fierin me Vlorën natyrisht. Xhemil, përshëndetje. Të përshëndes nga qyteti i Tjerit, ashtu siç e thatë edhe ju, Paruca, lumi vjosa ka një farë ulje të nivelit, të paktën siç raporton zyrtarisë shtabi i emergjencave civile të qarkut të Fierit. Më problematik paraqitet lumi Seman, i cili ka shtuar prurjet, sipas banorëve të zonës që janë përgjatë shtratit të lumit të Semanit, siç është fshati Belin, Suknje, dhe në radhë deri në kufi me fshatrat e Beratit. Lumi Seman ka shtuar prurjet për shkak se mbrëmjen e djeshme rreth orës 8 është hapur një portë e hidrocentralit të Bënjës. Kjo ka bërë që, siç raporton zyrtarisht shtabi i emergjencave, lumi Seman ka shtuar prurjet dhe ka arritur në pikën kritike të nivelit. Në zonat të caktuara ka dalë nga shtrati por brenda argjinaturës. Pothuajse ka ardhur 70 cm poshtë argjinaturës në fshatin Belin, ku ne kemi bërë dhe filmimet dhe intervista me banorët. Banorët janë shumë të shqetësuar pasi thonë se ka 15 vjet që se kemi pa ndonjëherë lumin Seman në këto prurje. Janë përmbytur sipërfaqe të tëra të diella me jonjë, me grur, ndërkohë që banorët pajisojnë dhe kompaninë private bankes, e cila në shtratin e lumit ka bërë sa rrugë, ka ngritur me çaku dhe ka vendosur turbina me hapësirë të vogël drite, gjë që ka bërë që të pengojë ikjen e ujit në drejtim të largimit prapë në drejtetin e Semanit. Dërsa përsa i përket lumit vjos ka filluar të reflektojë në ulje të nivelit dhe në urën e Mifolit, dhe ta lumi shkumbin në kuota normale, raporton zyrtarisht shtabi i emergjencave në qarkun e Fierit. Gjatë gjithë kësaj situatit shkaktuar nga rreshti, strukturat e bordit rajonal të kullimit dhe në të drejtoritë e ujitjes të bashkisë kanë kontrolluar dhe i kanë monitoruar argjinaturat për gjatë lumeve, nuk ka rezultuar se deri në këtë momente nuk ka probleme serioze. Hidrovorët që janë në bashkinë e Fierit 4 hidrovorë janë në gjendje pune, ata punojnë me kapacitet të plot, nuk ka mungesë të energjisë elektrike në fshatrat të caktuara, vazhdon furnizimi i rregullt, nuk ka shkarje vera që mund të ketë rrugë të bllokuara. Problem mbetet furnizimi me ujë të pijshëm i banorëve të bashkive për shkak të përmbytjes së fuseve që janë përgjatë shtratit të lumit vjos, siç është bashkia e Patosit, bashkia e Fierit, që furnizimi është me orar të reduktuar për të shmangur dotjen e ujit, nga përmbytja që është bërë fuseve që janë në Kafaraj apo Qerven që janë në zonën e shtratit të lumit të vjosës. Nuk ka probleme të tjera përsa i përket banorëve, nuk ka përmbytje të banesave, prezenca e ujit është vetëm në oborët e shtëpive, si shtanë edhe ditën e djeshme, më fani, në banesa që ishin në fshatin Teras, në Qerven apo në Kashish. E qartë. Kjo situata atje, pra Xhemil, të falenderoj për këtë lidhje, do ta ndjekim pastaj natyrisht edhe më vonë, nëse do të ketë probleme të tjera atje.